Prokuroria Themelore Publike ka zbuluar një vrasës serik I cili dyshohet për veprën penale femicid. Në brifingun me gazetar, prokurori I Lëndës Lubomir Llape njoftoi se bëhet fjalë për një djalë të ri nga Staro Nagoriçani I cili nuk është I martuar, nuk ka fëmijë dhe me profesion është bari, dhe I njëjti dyshohet të ketë vrarë 4 gra dhe ka pasur 2 tentime për vrasje. Viktimat e përzgjedhura janë që të gjitha gra, por jo pjesëtare të familjes, por që të gjitha nga Staro Nagoriçani. Motivet për vrasjet se a e ka pranuar ai faji në bisedën para prokurorit, a ka mbajtur maskë gjatë kryerjes së veprave penale. Prokurori tha se nuk mund t'i zbulojë në këtë fazë të procedurës, por zbuloi se nga ekspertiza psikiatrike që I është bërë të dyshuarit, është vërtetuar se ai ka qenë plotësisht I vetëdijshëm për veprat e kryera penale dhe se gjithçka e ka përllogaritur. Prokurori Llape tha se për një muaj pritet që të paraqitet edhe akt akuza. Me sa kam njohuri, unë bëhet fjalë për rastin e parë për të cilin nga prova del se bëhet fjalë për një vrasës serik, I cili ka kryer edhe veprën penale femicid. Gjithsesi, kryerja të veprës penale bazuar në dhunë gjinore. Hetimi do të vazhdojë dhe presim për një kohë reale ta paraqesim edhe akt akuzën. Edhe Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë kallëzim penal ndaj këtij personi që dyshohet të jetë vrasës serik, 26 vjeçarit nga fshati Dragomanc, komuna e Staro Nagoriçanit. MPB ka bërë kallëzim penal edhe ndaj 2 të punësuarve në spitalin e Kumanovës, që kanë bërë verifikimin e vdekjes së viktimave. SPB Kumanov drejtuar Prokurorisë Themelore Publike Kumanov, gjithashtu ngriti kallëzim penal për veprën e kryer penale, punë pa ndërgjegjshme në detyrë kundër verifikuesve të vdekjeve MS dhe DD nga Spitali I Përgjithshëm Kumanov. SPB Kumanov njoftoi se nga zhvarrimi I trupave të 2 grave është konstatuar se personat kanë vdekur si pasojë e vdekjes së dhunshme, si dhe për shkak të dyshimit të bazuar për tentim vrasjen e 2 grave të tjera. Është bërë kallëzim penal kundër tij, ndërsa kujtoi se edhe më herët SPB Kumanov kishte ngritur kallëzim penal për vrasjen e 2 grave nga I njëjti person, pas shkaj u saktua masa e paraburgimit.